Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Gjakove. Siç po e shihni, këtë javë po vizitojmë shkollën Haxhi Hoti në fshatin Rogov, institucion edukativ arsimor me vlera që mëson nxënësit nga klasa e parë deri në të 9-ën, por jo vetëm, edhe me parashkollorët. Ju do të keni mundësi të ndjekni shumë nga shkolla për punën e mrekullueshme që zhvillohet në këtë institucion, për aktivitetet e ndryshme që ata kanë përgatitur për ne, e që ne do t'i lëmë surprizë edhe për ju. E jani t'i shikojmë tash edhe ne, sepse edhe ne kemi kurreshti të shohim shumë nga shkolla. E jani na ndiqni. Shkolla fillore e mesme e ullut Haxhi Hoti në Rogov ka një traditë të gjatë arsimore, duke funksionuar që nga vitin 1927 në objektin e vjetër shkollor. Që nga vitin 1966, mësimi është zhvendosur dhe zhvillohet në objektin aktual. Në këtë vit shkollor, ky institucion edukativo arsimor numëron 444 nxënës nga cikli parashkollor e deri në klasën e 9. Mësimi zhvillohet me një staf profesional prej 33 mësimdhënësish, ndërsa numri i përgjithshëm i stafit të shkollës është 43 punonjës. Intervistën e parë në shkollën fillore të mesme të ullut Haxhi Hoti në fshatin Rogov do ta zhvillojmë me drejtorin e shkollës Hajredin Berisha. Përshëndetje drejtor. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në shkollën tonë. Gjendemi në shkollën fillore dhe të mesme të ullut Haxhi Hoti në Rogov. Si drejtor i shkollës jam domethënë me pozitë që 2 vite. Synimet tona për këtë shkollë janë të qarta. Fillimisht synojmë që mësimdhënia dhe mësimnxënia të jenë nivelin e duhur dhe punojmë për çdo ditë për këtë synim, po ashtu si synim dytë kemi edhe infrastrukturën, sepse si shkollë e cila është e vjetër, kemi synim të rregullojmë infrastrukturën dhe normalisht të kompletojmë atë sa kemi mundësi dhe na përkrajin komuna dhe Ministria e Arsimit. Drejtor, sa nxënës ka shkolla pasuar me stafin arsimor? Shkolla momentalisht, domethënë në vitin shkollor 2024-2025 ka 444 nxënës, duke i përfshirë edhe parashkollorët. Si staf mësimor janë dikon 33 të rregullt dhe duhet theksuar se të gjithë janë të kualifikuar, prandaj edhe na bën të jemi të përgatitur për atë çfarë synojmë. Drejtor, duke qenë si u vetë se cekët që të gjithë mësimdhënësit janë të kualifikuar, por si e mbështesni zhvillimin profesional të më tuteshëm të mësimdhënësve? Për synimin dhe përgatitjen e mësimdhënësve në mënyrë të vazhdueshme gjatë organizimit të trajnimit qoftë nga DKA-ja, qoftë nga Ministria e Arsimit, ne domethënë i përcjellim dhe bëjmë atë çfarë neve na takon që mësimdhënësit të zhvillohen në mënyrë të vazhdueshme. Drejtor, si funksionon cikli pedagogjik në shkollën tuaj, pra drejtor, mësimdhënës dhe prindërit në fund të ciklit? Kemi një stafit si ceka është i përgatitur dhe i kualifikuar. Ne si menaxhment gjithmonë ju japim përkraje, po ashtu dhe gjejmë bashkëpunimin me ta dhe deri më tani nuk na ka mungu bashkëpunimi dhe puna e cila bëhet e përditshme është jashtëzakonisht e madhe dhe tregon sukses. Duke treguar sukses në garat e ndryshme që ne marrim, qoftë ato të fundme kur kemi marrë në matematikë, cilën e kemi nxorë në vendin e tretë në nivel komune. Normalisht synimet tona janë edhe më lartë, mirë po mbështetja jonë thash për zhvillimin e mësimdhënësve sa i përket shkollës është e vazhdueshme. Shumë mirë drejtor që e cekët, sepse unë vetë se desha të ju pyes në lidhje me të arriturat edhe sukseset e fundit të shkollës, pra përveç karave të matematikës, cilat janë ato të arriturat e shkollës në përgjithësi që ju do t'i veçanit? Në përgjithësi, synimet e shkollës dhe kualifikimet që kanë bërë në gara të ndryshme, siç e cekën e matematikës, që na bën mundi mirë, pastaj janë garat e sportit, në volejboll djemt dhe vajzat, nivel regional, domethënë kemi arritë deri të kualifikohem deri në nivel regional dhe synojmë normalisht viteve tjera dhe më shumë. Dhe drejtor, për fund, çfarë ofron shkolla sa i përket anës së infrastrukturës?
Sa i përket anëve së infrastrukturës, shkolla i ka përparësitë dhe mangësitë e veta. Klasat janë, domethënë, të gjitha dhe na mjaftojnë, mirë, po sa i përket kabineteve kemi mungesë. Dhe synimet tona janë po ashtu që nëse veç mundemi si vjet të bëjmë një intervenim më të madh, qysh edhe nuk ka është premtuar që do të investohet në shkollën tonë, atëherë po aty në atë premtim hyn edhe përgatitja e klasave për kabinete dhe normalisht shkolla të kompletohet sa i përket të gjitha kushteve. Shumë faleminderit drejtori, ishte kënaqësi dhe shpresojmë që shkolla gjatë viteve në vijim ose gjatë muajve në vijim të përmirësohet dhe t'i ofrojë zonëve kushte sa më të mira dhe sa më të cilësore për një arsimim adekuat. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve edhe për intervistën, po ashtu edhe për kohën që ndani për ne. Faleminderit shumë. E shikues të dashur, ishte kjo intervista me drejtorin, ishte intervista e parë në këtë shkollë, por ju vazhdoni të qëndroni me ne, do të keni mundësinë të ndiqni shumë nga shkolla, nga intervistat me stafin arsimor e po ashtu dhe nga intervistat me vetë shkëlqimin e shkollës që janë nxënësit. Qëndroni me ne. Roli i psikologut në shkollë konsiderohet si teje i rëndësishëm sepse për problemet me të cilat nxënësit mund të ballafaqohen në bazë ditore, derën e psikologut e kanë të hapur gjithmonë për këshillim. Një tjetër intervistë këtu në shkollën Haxhi Hoti do ta zhvillojmë edhe me psikologun e shkollës Armend Memçaj. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit që keni gjetë kohë sot me ardhur në shkollën tonë. Përshëndetje po ashtu edhe për gjithë shikuesit që po na ndjekin në këtë moment. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jona. Atëherë duke qenë se ju jeni një psikolog, cili është roli i një psikologu në shkollë? Faleminderit. Roli i psikologut në shkollë është më shumë në promovimin e shëndetit mendor, po ashtu edhe psikologu si profesionist ndihmon që për shembull nxënësat me i shpreh mendimet, me i shpreh ndjenjat edhe me i shpreh emocionet te dikush i besueshëm në atë kuptimin që te dikush që i kupton, pa i gjykuar ose pa i parajgjykuar. Për shembull, në shkollën tonë organizohen aktivitete, po ashtu organizohen edhe takime individuale me nxënës, edhe takime me prindër, takime me mësimdhënës, e gjitha kjo krijohet që në atë kuptimin nxënësit të jenë edhe të ndihen në shkollë të sigurt që ambienti këtu të jetë sa më i shëndetshëm. Sa e kanë nxënësit të lehtë këtë pjesën që të vinë të trokasin në derën tuaj dhe të kërkojnë ndihmë në lidhje me problemet më të cilat ata po ballafaqohen ndoshta për momentin? Është bërë që një vit e gjysmë ose 2 vite që jam psikolog këtu në shkollën Haxhi Hoti në Rrogov, edhe me të vërtetë psikomuniteti po ashtu dhe nxënësit e kanë mirëprit prezencën e psikologut shkollor. Normal që si një person për shembull i ri nuk është e lehtë me ardhen, mirë po promovojmë për shembull rolin e psikologut nëpër klasa. Shkojmë në takime, në aktivitete, në njëjtën kohë kemi edhe ditët ndërkombëtare. Për shembull, pavarësisht për asaj dite, promovojmë edhe rolin tonë. Në atë kuptimin që shkojmë nëpër klasa e thonë për shembull nëse dikush ka ndonjë problem të caktuar, ndonjë shqetësim, të caktuar mundet me ardhur te zyra e psikologut, te një zyrë në atë kuptimin konfidenciale, ku ata mundet me i shpreh ndoshta të gjitha ato që kanë. Te një person që normal i kupton edhe nuk i parajgjykon çfarë përmend edhe në fillim, por jo vetëm për probleme. Për shembull, te psikologu vihet edhe kur kemi një stres përditshëm, një komunikim ose një konflikt me bashkëmoshatar, ose nëse kemi për shembull ndaj vështirësi në përshtatje, në mosinxënje e kështu me radhë. Psikolog, cilët janë disa nga problemat më të shumta që nxënësit po ballafaqohen kohëve të fundit, pra sa i përket fenomeneve dhe dukurive të ndryshme, cilat do t'i klasifikonit si më të rëndat që nxënësit me të vërtet vinë me ato probleme ose i shfaqen ato shqetësime para jush? Kisha me thonë që problemi ma i lehti fillon te ajo te parandalimi, për shembull. Nëse ka ndodhur rastet që kanë pas konflikt fizik mes vete, rastet të bullizmit, rastet që kanë ndodhur për shembull edhe jashtë shkollës, si në rrjetet sociale që tashmë po janë të frekuentuara apo në lojra që po janë pak më agresive, po ndikojnë njëri prej faktorëve që për shembull nxënësit kur vinë në shkollë me i marr ato edhe me i zhvillu këto në shkollë, në ambientin shkollor. Ka probleme edhe të tjera, për shembull nxënësit të cilët janë me stres, për shembull kur janë në periudha e provimeve ose të tjera të ngjashme, ndaj depresion ose për shembull kur jemi tash në periudhën e përfundimit, përveç këtyre provimeve që janë ose notat ose suksesi, e kemi edhe shtatorin
Kur është për shembull hyrja në klasë të parë ose hyrja në parashkollore, po ndikon ajo pjesa e adoptimit nëpër klasa ose adoptimit me mësimdhënës, në këtë pjesë zhvillojmë edhe takime si me prindër, po ashtu edhe me mësimdhënës e nxënës që me pas ata sa do më të lehtë akomodimin në shkollë. Në njëjtën kohë ka dhe shumë probleme tjera që i kishëm cilësuar në thojza në kuptimin si problem që nxënësit po shprehen të lirë edhe po e mirëpresin rolin e psikologëve në jetën e tyre. Shumë bukur, e psikolog përfunduat ju pyes në lidhje me disa nga aktivitetet të ndryshme që në fakt ju i zhvilloni në baza ditore. Mendoj në bashkëpunim me nxënësit, pra cilat janë disa nga ato aktivitetet që ju e keni parë që me të vërtet kanë sukses edhe në lirshmërinë e nxënësve, edhe në shfaqjen e ndjenjave të tyre para jush ose ndoshta edhe para bashkëpunëtarëve të tyre për problemet që po na preokupojnë neve si shoqëri dhe që po i preokupojnë ata si individ. Kisha me thonë që problemi më i madh është për shembull kur tërkasim në derën e dikujt, me hyen edhe me i shpall krejt ato cilat i kemi. Forca ose fuqia më e madhe kisha me thonë që është në momentin kur troket edhe te dikush e ki të lehtë me i shpreh krejt ato që i kijen, për shembull me diskutu. Për shkak që ndodh për shembull kur një rast e mban brenda edhe nuk gjejnë kohën, ndoshta të duhur për me shpjegu të dikush ose diçka të ndryshme, atëherë po kanë vështirësi. Aktivitetet cilat i kemi bërë me klasat, me nxënësit ose me shkollën janë të ndryshme. To fillu prej ditëve ndërkombëtare për shembull çfarë ndërgjegjësim ose parandalim për autizmin, për sindromet e caktuara, për sjelljet cilat i bojnë në klasë nxënësat, për rregullat, për motivimin, për shkak që ka dhe takime ose ka dhe aktivitete të cilat i bajmë me atë qëllimin që për shembull me ngrit vetbesimin, vetëlirësimin nxënësat që kanë për veten. Për shembull në atë kuptimin që motivi në mësim me kanë pak dukshëm më i rritur në krahasim me çuçi përmendëm edhe më herët për shembull po ndikojnë që jeta tashmë dinamike, po ndikon në atë motivin për mësim që nxënësat kur vinë me marrë ose me gjetë një arsye për shembull që ose më sin pëlqy Londa ose me pas një konflikt njëri me tjetrën ose me bë diçka që i t'i kalon ato gjanat që ndodhin në klasë. Shumë faleminderit për intervistën, ishte kënaqësi të dëgjojmë edhe për punën e mrekullueshme që bëhet në baza ditore këtu në shkollën tuaj dhe jo vetëm por edhe në të gjitha shkollat e komunës së Gjakovës, sepse unë mendoj që roli një psikologut në shkollë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për një mirëqenie sa më të mirë të nxënësve, po ashtu edhe të komunitetit në përgjithësi. Faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, besoj që secili nëse gjen kohën e mjaftueshme për me vizitu psikologun, është një arritje e madhe në jetën e tyre, edhe e tregojmë që vetja me të vërtetë ka vlerë. Çka kisha më rekomanduar në përgjithësi është që nxënësat, komunitetin në përgjithësi me u marrën edhe më shumë me sporte, me ushqime të shëndetshme edhe me aktivitete të cilat kanë me ndiku, qoftë në art ose në muzikë, në disa aktivitete që veçma edhe i pam, ato po më merr mendje që kanë me ndiku shumë. Për shkak që të pjesa edhe e jonja po ndikojnë shumë edhe trajnimet të cilat i kemi, për shembull që në ndihmës të madhe na jep edhe drejtoria e arsimit e komunës së Gjakovës që shërbimet të cilat ofrohen për nxënësit me kanë sa më cilësore dhe sa më të avancuara. Faleminderit edhe një herë për kohën që kemi dhënë. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj, shumë suksesa. Faleminderit. Vizituam edhe klasën e dytë në shkollën Haxhi Hoti, ku nxënësit bashkë me mësimdhënësen e tyre mësojnë çdo ditë për të zgjeruar edhe më shumë njohuritë. Me mësuesen Fatmira Shala do ta zhvillojmë tash një tjetër intervistë, është mësimdhënëse e klasës së dytë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mësuese, cilat janë disa nga metodat e mësimdhënies që ju i përdorni në një orë mësimore për të ngritur edhe më shumë aktivitetin e nxënësve në klasë? Disa metoda që i zbatojmë në gjatë orës mësimore janë metoda shumë përdorim metodën e demonstrimit, metodën e bashkëpunimit, përdorim format punës në grupe, punojmë në çifte, individuale dhe në mënyrën frontale. Kështu që nxënësit kenë më shumë sukses, mundohem me qenë sa më afër tyre. Ta si shihet nxënësit i kemi shumë të mirë, janë të interesuar si që është klasa e dytë, janë të interesuar për punën gjatë orës mësimore, drejt shkrimin e kanë të mirë, po punohet, por na kemi mundësinë edhe kontaktet i kemi të shpeshta me prind, bashkëpunimin e kemi shumë të mirë me prindër, edhe ajo po ndikon në ngritjen e cilësisë
të mësimit në shkollën tonë. Bashkëpunimi me prindër, por edhe me stafin e shkollës jemi bashkëpunues mirë. Edhe me nxënësa mundohem me qenë sa më afër tyre, kemi një cilësi mësimore më shumë në arsim. Unë mendoj që të gjitha meritat e nxënësve, në fakt të drejtshkrimet e tyre, sukseset e tyre janë të gjitha merite juaja e punës së vazhdueshme që ju e zhvilloni me nxënësit tuaj. Pra ju thatë që kontaktin me prindër e keni të vazhdueshëm, por sa shpesh mbani takime të ndryshme me prindër duke i përjashtuar mbledhjet periodike që janë pas të gjysmë vjetore? Kolektive i mbajmë shpesh çdo muaj tuaj. Kurse mënyrën me virtuale e mbajmë shpeshta, ju kam dhënë mundësinë që të kemi kontakte më shpeshta për çdo diçka ka një porosi, një pyetje, ju kam dhënë mundësinë me bashkëpunu në mënyrë individuale me prindër. Shumë mirë, sepse unë mendoj që një ndër çelësat e suksesit që edhe puna e nxënësve të jetë edhe më mirë është edhe kontakti me prindër, kur prindërit janë në dianisë, si nxënësit funksionojnë në një orë mësimore. Frekuenci mësimdhënës, nxënës prindër është drejt arritjes së qëllimeve tona, sukseseve që në të ardhmen do t'i kemi nxënësit tonë ose me prindër, me bashkëpunim me stafin, me të gjithë kolektivin e shkollës që jemi. Kemi një bashkëpunim të mirë, punojmë, por metodat që i përdorim pa kushtet nuk janë aq sa duhet. Nuk kemi ambientet mjaftueshme për shkollën. Sallën e edukatës fizike kemi shumë nivel, sikur të kishim edhe këto klasë tjera. Na mungojnë kabinetet, na mungojnë rrjeti, nuk është funksional, për zbatojmë televizorin të përdorim. Edhe televizionet nuk janë të punu shumë, kështu që po duhet të përdor në mënyrën tradicionale. Le të shpresojmë që vitet në vijim edhe muajt në vijim të përmirësohen edhe kushtet e shkollës, edhe që mësimi për nxënësit të jetë sa më cilësor edhe sa më adekuat. Po ashtu, edhe mendoj që do të bëjnë diçka gjatë dimrit për shembull. Nxemja nuk është funksionale se drejtarët nuk janë të izoluar, e kemi ftoftë. Gjatë kur është koha nxehtë, klimës kemi prapë nxehtë, është pak sa probleme mbajtë mësimin orë mësimore, nuk është shumë adekuate. Shpresojmë që kushtet do të përmirësohen në vijim. Unë ju uroj shumë suksese dhe faleminderit për punën e mrekullueshme që e bëni në vazhdimsi për të edukuar brezat e rinj. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve, po mundohem, shpresojmë që diçka do të bëjë ndryshime për të kemi më shumë sukses. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Nxënësit e klasës së dytë shprehen të jetë lumtur në bankat shkollore, teksa neve na treguan edhe për dëshirat, ëndrat e pasionet e tyre. Një tjetër intervistë këtu në klasën e dytë ne do ta zhvillojmë edhe me Noarin. Përshëndetje Noar. Përshëndetje. Unë jam Noar Berisha, që mësoj në shkollën Haxhioti, jam në klasën e dytë dhe mësuesja ime është mësuesja Fatmire. Noar, ti këtu në shkollë, cilën lëndë ke më të preferuar? Cila lëndë të pëlqen ty pak më shumë? Mua më pëlqen më shumë matematika. Të pëlqen matematika. E çfarë keni mësuar së fundmi ju në matematikë? Kemi mësuar mililitrin, metrin dhe centimetrin. Noar, ju i pas këtë mësuar njësit matëse. E Noara, të pëlqen ty natyra? Të pëlqen që të dalësh të luash me shokët dhe me shoqet? Po. Cili është sporti ju i preferuar? Sporti im i preferuar është futbolli. A e keti ndonjë lojtar të preferuar që të pëlqen ty nga futbolli? Po, lojtari im i preferuar është Lionel Messi. Lionel Messi. E Noar, ti kur të rritesh, çfarë dëshiron të bëhesh? Duhet të bëhem mjek. Do të bëhesh mjek që të ndihmosh njerëzit, apo? Po. Noar, të lumt, unë ty të uroj shumë suksese, e shpresoj që të bëhesh një mjek i mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Në këto institucion edukativo arsimor, mësimet i zhvillon edhe klasa e 5, bashkë me mësimdhënësen e tyre, ku çdo ditë mësimdhënësja e klasës përkujdesat që nxënësve t'i ofrojë mësime sa më të mbara. Një tjetër intervistë ne do ta zhvillojmë me mësimdhënësen Debora Gjaravina. Përshëndetje. Përshëndetje.
Faleminderit shumë që na keni mirëpritur këtu në klasën tuaj, edhe unë desha të ju pyes pak në lidhje me metodat të ndryshme që ju përdorni në një orë mësimore. Cilat janë ato metodat që ju mendoni që nxisin edhe më shumë kreativitetin edhe aktivitetin e nxënësve në klasë? Fillimisht mirë se vini. Faleminderit shumë që jeni pjesë e procesit mësimor për sot. Ne e dim se në procesin mësimor, kryesisht në një orë mësimore, për ta bërë sa më efektive dhe më të suksesshme, ne duhet të variojmë ose të përdorim një lloj-llojshmëri metodash të ndryshme. Sigurisht që përdorimi i teknologjisë është esenciale, mirë po në rastet më të thjeshta, në një orë mësimore përdorim teknika të ndryshme të tilla si insert, kubimi, shqyrtimi përbashkët, diskutim me nxënësit. Varësisht prej orës mësimore dhe njësisë, përdorim teknika të ndryshme. Duke qenë se ju keni edhe televizorët në klasë dhe kohëve të fundit teknologjia po përdoret shumë e më shumë. Sa e konsideroni ju të rëndësishëm integrimin e teknologjisë në një orë të mësimdhënies? Sigurisht që teknologjia është thelbësore, sidomos në ditët e sotme, ku platforma digjitale tashmë janë sa më të avancuara e më tutje. Sigurisht që në klasë përdorimi i mjeteve teknologjike na mundson të kemi një mësim më të suksesshëm, më efektiv edhe më të lehtë për nxënësit, sepse gërshëtohet pamja vizuale me atë që nxënësit realisht mësojnë teorikisht. Në klasë zakonisht ka raste kur e përdorim, por mendoj që në të ardhmen të mund të kemi mundësi më të mëdha të përdorimit të mjeteve digjitale, teknologjike, jo vetëm një televizor në klasë, por ndoshta edhe mjete më të avancuara në mënyrë që nxënësit të prekin më realisht atë që tashmë e kanë mësuar teorikisht. Dhe mësuese për fund, unë duhet të ju pyes pak në lidhje edhe me aktivitetet e ndryshme që ju zhvilloni në një orë mësimore, sa kanë nxënësit interesim që të inkuadrohen në po këto aktivitete që ju i përgjithni për të zhvilluar gjatë një dite? Përveç pjesës teorike, gjithmonë nëse ajo nuk ndërlidhet me praktikën, atëherë pothuajse se nuk kemi bërë asgjë. Nxënësit janë shumë të hapur ndaj aktiviteteve që realizojmë në klasë, sepse bëhet ora mësimore më atraktive, kuptohet më lehtë, qasja është më lehtë për nxënësit, ndoshta edhe për ata që nuk e ndjejnë veten shumë të hapur të përgjigjen gojarisht përpara gjithë klasës, kështu që aktivitetet besoj që nuk duhet të mungojnë asnjëherë dhe gjithnjë punojmë në drejtim të shfrytëzimit të tyre në klasë. Dhe cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar nxënësve për fund? Atëherë, ne e dim se profesioni mësimdhënies është i shenjtë edhe nuk është shumë e thjeshtë ta realizosh, sado që duket në pamje të parë realisht e lehtë. Për nxënësit, sa më shumë punoni në mënyrë që të fitoni, kurse për mësimdhënësit edhe vetes atë se çfarë i them, që mësimdhënien unë ta cilësoj jo vetëm si profesion, por si një mision. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe vazhdoni me punën e mrekullueshme. Gjithashtu faleminderit juve. Mirupafshim. Një nxënës i po kësaj klase tregoi edhe për pasionet, dëshirat për profesionin e së ardhmes e shumë çka tjetër. Një tjetër intervistë ne do ta zhvillojmë me Hilmiun. Përshëndetje Hilmi. Përshëndetje, emri im është Hilmi Shala. Hilmi, ti je në klasën në cilën klasë? Në 5-2, në shkollën Haxhi Hoti. Je në klasën e 5, pra dhe pak do të dalësh në klasën e 6, edhe do të kesh shumë mësimdhënës, do të kesh edhe shumë lëndë. Por Hilmi, ti tash je në klasën e 5. Cila është lënda jote e preferuar? Matematika. Çfarë keni mësuar ju së fundmi në matematikë? Kena mësuar drejcat simetrike, më duket. Po. Të lumt Hilmi. E Hilmi, a ke ti ndonjë pasion ose ndonjë hobi, diçka që ty të pëlqen ta bësh në kohën tënde të lirë? Sa ndim që më pëlqen më shumë me bën kohën e lirë është me lujtë sporte ose me detyrën në libra me lexuar. Shumë bukur. Cili është sporti i preferuar? A ke ndonjë sport të preferuar? Futbolli. Futbolli. E a ke ti ndonjë lojtar që të pëlqen ty, që e ke pak si më të preferuar? Po, Lionel Messi. Lionel Messi. Të lumt Hilmi. E Hilmi, ti sa që të pëlqen edhe të lexosh libra, apo jo? A ke ti ndonjë libër që e ke lexuar së fundmi edhe që të ka lënë pak më shumë bresa, pak më i preferuar, që të ka pëlqyer më shumë? Hajde është libër që më ka pëlqyer më shumë. Tash jam të lexoj një libër tjetër, ka emrin Ishulli i Thesarit. Shumë bukur Hilmi. Hilmi, a do t'ju rekomandoje ti shokëve dhe shoqeve të klasës edhe të gjithë atyre që neve po na ndjekin që të lexojnë këta libra që ti i ke lexuar? Për mu, po, janë shumë interesant edhe janë për moshën tonë 10 vjeçare. Shumë bukur Hilmi, unë ty të uroj shumë suksese, vazhdo të lexosh, vazhdo të punosh. Faleminderit shumë.
Faleminderit, mirë se keni ardhur. Ju uroj ditën e mirë. Sukseset e nxënësve në këtë institucion edukativ arsimor nuk kanë të ndalur. Një intervistë më të veçantë për pasionin e saj për shkrimin e zhvilluar me një tjetër nxënëse të shkollës. Një intervistë pak më ndryshe ne do ta zhvillojmë edhe me Valzën. Valza e ka pasion shkrimin, edhe së fundmi ajo ka botuar edhe një libër për të cilin neve Valza do të na flas pak më shumë. Përshëndetje Valza. Përshëndetje, unë jam Valza Kresiu, jam në klasën e 7 dhe jam 13 vjeçe. Valza, ti në dorën tënde e ke librin që e ke botuar së fundmi. Kur të ka lindur pasioni edhe dëshira që të shkruash libra? Pasioni im ka nisur që nga fëmijëria hershme, Perëndi gjithmonë më kanë lezuar përralla dhe më ka filluar dëshira që të krijoj edhe unë përrallat e mia, që edhe dikush të frymëzohet nga unë. Poezinë e parë kam shkruar në klasën e 2, që me emrin Kosova, ku është i botuar në faqen e parë të librit tim të parë. Ky është libri im i tretë që kam në dorë. Libri yt i tretë, pra si quheshin dy libra tjerë që ke shkruar pak më parë, edhe çfarë mesazhi kanë përcjell ata libra para se të flasim për librin e fundit që ti e ke botuar? Libri i parë është një përmbledhje poezish, ku titullohet Vjersha për fëmijë. Ka disa tema të ndryshme që lidhet për bashkëmoshatorët e mi, për familjen, për shoqërinë, për shkollën, për natyrën e tjerë. Libri i dytë është me përralla, përmban shumë përralla që janë të krijuara nga imagjinata, po secila e bart një mesazh të veçantë. Ndërsa libri i tretë, Forca e 3 motrave, këtu e tregon ku 2 motra përfaqësohen dhe ballafaqohen me sfidën e bullizmit në shkollën e tyre, por edhe në lagje, ku njëra prej tyre është me autizëm dhe këto përqeshen. Unë këtu jam frymëzuar nga shkollat në përgjithësi në Kosovë, sepse shumë fëmijë bullizohen dhe dua që kjo vlerë duhet të zhduket nga shkollat, nga gjithë planeti jonë, sepse nuk duhet të bullizohen. Të gjithë jemi të barabartë dhe secili e ka vlerën e vet. Valza, është i mrekullueshëm mesazhi që ti e përcoll edhe këtu tek ne, por edhe tek të gjithë shikuesit që neve po na ndjekin në këtë momente. Unë shpresoj që ti të mos ndalesh së shkruari libra të mrekullueshëm, aq më tepër libra të cilat përcjellin mesazhe kaq të forta për dukuritë dhe fenomenet negative që momentalisht janë në shoqërinë tonë. E Valza, unë dua të pyes ty pak edhe në lidhje me shkollën, në lidhje me lëndën tënde të preferuar. Unë pak e kam në mendje cila lëndë mund të pëlqejë ty, por ti mund të na tregosh neve pak më shumë për lëndën tënde të preferuar këtu në shkollë. Mua më pëlqejnë përgjithësi të gjitha lëndët, por më së shumti gjuha shqipe. Gjuha shqipe. Valza, unë nuk mund të pyes më ty asgjë tjetër, duke qenë se ne folëm për librin edhe nuk dua që intervistës t'ja prish magjinë e saj për të cilën ne folëm deri më tash, folëm për librin që ti e ke botuar së fundmi. E Valza, a e ke në plan edhe ndonjë libër tjetër që dëshiron ta botosh gjatë muajve, gjatë viteve në vim, kur të shkruash? Jam në punim të librit tim të 4, por nuk dua të zbuloj ndonjë detaj, sepse është në fillimet e tij, nuk është që kam shkruar edhe aq shumë, por është në fillim, nuk është që është në përfundim. Gjatë muajve të verës do të punoj më shumë dhe shpresoj që vitin e ardhshëm, në vitin 2026, të promovohet. Shumë bukur, Valza, unë ty të uroj shumë suksese, qoftë libri jo i treti, jo i 4-ti, por shpresoj që të shkruash edhe shumë libra të tjerë, sidomos këta libra që përcjellin mesazhe kaq të fuqishme për secilin prej nesh ose për të gjithë ata që mund të ballafaqohen me fenomene të tilla. Valza, të përgëzoj për moshën tënde, të përgëzoj për talentin tënd dhe pasionin që ti vazhdon ta zhvillosh. Shumë faleminderit për intervistën dhe shumë suksese. Faleminderit edhe për juve. Një investimi bërë në shkollë është edhe salla e edukatës fizike, e pajisur me kushtet më të mira, për t'ju siguruar nxënësve një orë mësimore sa më të mirë. Jemi këtu në sallën e edukatës fizike dhe siç po e shihni prapa nesh, nxënësit po i bëjnë përgatitjet e tyre për festën e shkollës, të cilën do ta kurorëzojnë me 9 qershor. E janë i t'i ndjekin nga pas provat e tyre që po i zhvillojnë.
një tjetër intervistë në këtë shkollë zhvillua me mësimdhënësen e edukatës muzikore, e cila na tregoi për provat që po i zhvillojnë gjatë ditëve për programin e festës së shkollës së tyre. Pak më herët në pamjen e pam që nxënësit bashkë me mësimdhënësen e tyre po i zhvillojnë përgatitjet e fundit për festën e shkollës, të cilën do ta kenë me 9 qershor. Unë pranë me kam mësimdhënësen e edukatës muzikore Jeta Rasi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në shkollën tonë. Jemi shumë të këndën. Sot keni ardhur në aktivitetin e radhës. Zakonisht jemi të ushtruar që 2 muaj e gjysmë. Edhe më 9 qershor kemi festën e shkollës Haxhi Hoti këtu në Rrogov. Nxënësit janë shumë talentuar dhe janë tepër të interesuar. Besoj që shihet më pas në videot cilat i morët. Sa kanë nxënësit interesim pra në për këto aktivitetet të ndryshme që ju kërkoni ndihmën e tyre që normalisht të dalin sa më bukur, sa shprehin nxënësit interesim që në të gjithë kohën të marrin pjesë në aktivitete, të bëjnë sa më shumë prova në mënyrë që fundit të jetë i perfeksionuar? Në përgjithësi, nxënësit e shkollës Haxhi Hoti kemi një pjesë të madhe që kanë tepër talent. Me angazhimin tanë profesional edhe me angazhimin e nxënësave, zakonisht brenda një viti 6 deri në 8 koncerte i mbajmë. Pothuajse në gjitha koncertet marrim pjesë me pika të ndryshme. I kemi disa lloje, zakonisht startojmë me korin, që fillon sipas secilit koncert. Fillojmë me korin, zakonisht shkojmë me himnin e flamurit edhe me disa pika tjera. Pastaj kemi vallet tona tradicionale shqiptare, vallëzime moderne, recitime, edhe gjithmonë kemi edhe nga një dramë. Nxënësit i kemi super të interesuar, vetëm na vjen punë edhe bashkëpunim. Shumë mirë, unë me sa dëgjova, ju provat të zhvillani pas procesit mësimor, apo jo? Sa gjeni mbështetje edhe nga prindërit që nxënësit i lirojnë për këto prova të ndryshme, sepse është edhe pak frika e prindërve pas orarit të mësimit, por sa janë edhe prindërit e gatshëm që të bashkëpunojnë me ju në mënyrë që programi të del në mënyrë sa më të mirë? Zakonisht, paraprakisht unë njoftoj nxënësat që kemi prova. Tashmë bëhen 11 vite që jam në këtë shkollë mësimdhënëse, edhe prindërit janë mësuar që gjithmonë pas procesit mësimor na bëjmë garat, edhe provat, edhe çdo aktivitet e kemi pas procesit mësimor, sepse është e pamundshme edhe na humb atëherë lënda edukatës muzikore, edhe mbesim mbrapa me shpjegime. Kështu që ata vetëm janë të informuar se kanë kaluar shumë vite, e dinë që mbahen pas procesit mësimor, e kemi një angazhim të mirë, bashkëpunimi është në nivel. Zakonisht tash me telefona kur ka diçka i lajmërojmë, ose fëmijët nëse kanë harru, në rast që ndodh që kanë harru me i lajmëru prind, gjithmonë e kemi bashkëpunimin e mirë, nuk kemi asnjë problem, domethënë prindërit janë super të interesuar edhe nuk kemi ndonjë problem gjatë këtij rrugtimi. Ata kënaqen, vinë në koncerte, tashmë janë mësu, thash edhe më herët, 6 deri në 8 koncerte brenda një viti na shkollor i përfundojnë. Shumë mirë dhe faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë që keni ardhur, ju mirëpresim prapë. Faleminderit shumë dhe ju uroj suksese në programin që do ta mbani me 9 qershor, padyshim që do të shkëlqeni. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Presim prapë nga ju të vini, edhe me festën e shkollës që kemi me 9 qershor, shpresoj që do të vini, edhe do të relaksoheni me një program të bukur. Patjetër, padyshim, ne këtu do të jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vizioni i këtij institucioni mbetet cilësia në arsim dhe ofrimi i kushteve më të mira për t'ju siguruar nxënësve një arsimim sa më cilësor, sepse drita që gjithmonë do t'i duhet jetës është dia. Erdhi fundi emisionit Shkollë Gjakove edhe për këtë të diel. Vizituam shkollën Haxhi Hoti këtu në fshatin Rrogov, e teksa unë po eci krahas punimeve të ndryshme që nxënësit i kanë bërë në bashkëpunim me mësimdhënësit e tyre, duhet të ju falenderoj që ishit bashkë me ne deri në këto qaste dhe unë e them me bindje të plot që pas këtyre punimeve të ndryshme dhe pas çdo muri, pas çdo detaji në këtë institucion, shihen objektivat, synimet edhe dëshirat e nxënësve. Faleminderit që ishit bashkë me ne deri në këto qaste. Ju vazhdoni të qëndroni me kanalin ton të dielën tjetër në ora 17:30. Ne ju presim me shkollën e radhës. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirëmbëjtje.